57.000 metra katror ka falur me €1 qeveria e Edi Ramës, 2 oligarkëve, Geron Çela dhe Samir Mane, këtu në portin e Vlorës. Ata do ndërtojnë komplekse pallatesh, do shesin apartamente, sipas një llogarie që lexova, pritet ta arktojnë diku te 180 milionë euro nga ky investim, ndërkohë që qytetarët e Vlorës dhe Shqipërisë do të mbeten me gisht në gojë. Një qeveri tjetër do të përmirësonte kapacitetet përpunuese të portit Vlorës, fundja siç ka qenë plan më herët, ose fundja që do ndërtojë ndonjë gjë këtu në kompleks turistik, do hapte një konkurs ndërkombëtar dhe kësaj trulli publik do të vlerësojë me çmimin e dur dhe nuk do të falej për €1. Mirë, po këtë gjë që Rama po e bën në Vlorë, po e bën njëkohësisht në Sarand, po e bën në Durrës, po e bën kudo dhe po fal pasurinë publike me €1, po a fal klientëve ti, oligarkëve, vendaset huaj, ata pasurohen, vën miliard mbas miliardi, Edi Rama pasurohet po ashtu, bën fushata elektorale pastaj me partinë e vet, përmes kërthrimit, përmes paras, shton pushtetin e tij, ndërkohë që qytetarët e Republikës së Shqipërisë mbeten me gisht në gojë dhe me syt nga deti, duke u shkulur nga vendi i tyre, ku nuk gjejnë më mundësi ekonomike dhe ku ndihen ore çast të vjedhur në pasuritë e përbashkëta dhe në potencialet e zhvillimit qëndrueshëm.